Në vijim të turit të tij elektoral, kandidati Damian Gjiknuri u ndal në Borçë në një takim me banorët dhe mbështetës të Partisë Socialiste. Në këtë takim, Gjiknuri shoqërohej nga kryetari i Bashkisë Himar Vangjel Tavo dhe nga bashkëkryetaria e Partisë Socialiste Himar, Blevis Bala. Në fjalën e tij, Gjiknuri theksoi se votat e Himarës për emrin e tij janë më shumë çështje identiteti dhe krenarie politike, ndërsa shprehu mirënjohjen për mbështetjen dhe për punën që ka bërë me të gjithë në rang qarku. Gjiknuri pohoi se Bashkia e Himarës prapë është në qendër të vëmendjes së qeverisë si vazhdimsi e shumë investimeve në infrastrukturë. Në këtë takim, ai theksoi se së bashku me kryetarin e Bashkisë së Himarës, Vangjel Tavon, në një sinergji bashkëpunimi do të bëjnë maksimumin për Bashkinë e Himarës. Në fjalën e tij, Gjiknuri u ndal edhe tek disa problematika si kadastra, ku sipas tij ende ekzistojnë vështirësi, por bëri me dije se është marrë porosi e veçantë që të çohet edhe më tej kjo punë deri në zgjidhje të problematikës. Edhe në Borçë, Gjiknuri deklaroi se ka mirëpritur rikthimin e qarkun e Vlorës, ndërsa theksoi se nëse do të arrihet një rezultat i mirë në kuotat politike që Partia Socialiste ka, bashkë me votën e diasporës, ai do të jetë një zë i fortë për zgjidhjen e problemeve të banorëve. Në fund të takimit, kërkoi bashkimin e votave tek Partia Socialiste, duke theksuar se numri 5 është i pari, pastaj vjen zgjedhja e kandidatëve. Votat e Himarës për mua më shumë janë çështje identiteti dhe krenarie politike, është i qartë, është njohur mirë politikisht, kam bërë rezultate elektorale me të gjithë ju, do të jam mirënjohës për punën që kemi bërë bashkë. Bashkia e Himarës prapë është në qendër të vëmendjes së qeverisë. Janë bërë shumë investime në infrastrukturë, ka plane që kryetari i Bashkisë ja u ka bërë me dije dhe që ky po lufton për ditë, dhe unë kam kënaqësi që është dhe Vangjeli këtu, si një lojtar i ri shumë i fortë dhe drejtues shumë mirë bashkie, që ka të gjitha mundësitë në një sinergji, në një bashkëpunim së bashku për të bërë maksimumin për bashkinë tonë. Ka vështirësi kadastra, kjo është e vërtet, por ka marrë porosi të veçantë edhe kryetari i Bashkisë, edhe unë dje nga drejtoria e përgjithshme që ne ta shtym edhe më tepër këtë punë. Vetëm me ne do adresohem, vetëm me pushtetet e Partisë Socialiste. Imagjinoni sikur ju mos keni një sy vëmendje të caktuar qeverisë, mos keni përfaqësues fort, se sa vështirë është kjo gjë. Unë kam mirëpritur rikthimin në qarkun e Vlorës, edhe që të punoj së bashku me ju. Tashmë na krijoi mundësi të kemi edhe Vangelin, që është një mik i imi, një kryetar bashkie shumë i mirë, një politikan me eksperiencë, njohës i mirë i administrimit edhe drejtimit, dhe e kemi në krah të fushallës. Nëse ne do të arrijmë një rezultat të mirë në kuotat politike që ne kemi, se kemi dhe votin diasporës tashmë. Do të jem deputeti juaj si bashki, mendoj që për identitetin politik të zonës dhe për peshën, për të më dhënë një zë të fortë edhe problemet tuaja, po shkoj vota te Partia Socialiste. Pesa është e para, pastaj keni zgjedhjen e kandidatëve. Unë do të doja, si djali Bregu, si njeri i juaj, t'ju përfaqësoja edhe të kenë zë. Ju duhet njeri me zë, ju nuk doni njeri që të ketë mandatat. Do njeri që ketë peshë politike. Do të doja që të kisha mbështetjen maksimale të gjithsesi. Nuk ka mandat. Qarkun e Vlorës fiton Partia Socialiste, është garantuar kjo.